Sektori ajror evropian po përballet me një situatë të paqëndrueshme pasi një pjesë e mirë e kompanive kryesore ka reduktuar numrin e fluturimeve krahasuar me një vit më parë. Shkaku kryesor lidhet me tensione në lindjen e mesme dhe ndikimin e tyre në tregun e energjisë, veçanërisht në rritjen e fortë të çmimit të karburantit të avionëve. Megjithse të dhënat mbeten paraprake dhe programimet për muajt në vim mund të ndryshojnë, sinjalet janë të qarta. Shumë operator po shkurtojnë ofertën për të kufizuar humbjet. Në disa raste, këto reduktime nuk janë bërë publike, gjë e cila po reflekton për një strategji më të kujdesshme në menaxhimin e kapaciteteve. Ndryshe nga ky trend, kompanitë me kosto të ulët po ndjekin një kurs tjetër, duke zgjeruar aktivitetin dhe duke përfituar nga mundësitë të cilat krijohen në treg. Ky kontrast thekson ndarjen në strategjitë e industrisë përballë një midisi gjithnjë e më të pasigurt. Sipas analizave të fundit, oferta totale e fluturimeve në Europë për periudhën prill-qershor 2026 ka shënuar një rritje modeste prej 3.5% krahasuar me vitin e kaluar. Megjithatë, kjo rritje është dukshëm më ulët se parashikimet fillestare, pasi planet janë rishikuar në rënje për shkak të zhvillimeve gjeopolitike. Në sfond, bllokimi i rrugëve kyçe të furnizimit dhe kufizimet në tregun e karburantit kanë sjellë një rritje të ndjeshme të kostove operative. Çmimi i kerosenit është dyfishuar brenda pak javësh, duke detyruar kompanitë ajrore të ndërmarrin masa të menjëhershme për të ruajtur balancën financiare. Ekspertët paralajmërojnë se sfidat më të mëdha mund të shfaqen në fund të sezonit veror, kur kërkesa për udhëtime bie dhe presioni mbi fitimet rritet, gjë e cila mund të godasë veçanërisht aeroportet e vogla dhe të mesme në kontinent.